Të nderuar shikues, mirë se shihemi sërish. Jemi sërish në takimin e përjavshëm në emisionin Çdo të thot. Folëm javën e kaluar për bidatin, për rrisitë në fe, për shpikjet në fe, ndërsa sot do të flasim për synetin. Çfarë kuptimi dhe çfarë vlere ka syneti profetik? Çfarë rëndësie ka në fenë islame dhe çfarë pjesë zë tek burimet e fesë? Çfarë si konsideron ata të cilët e mohojnë synetin profetik, por gjithashtu dhe ata të cilët e marrin në pjesën aparenciale, pa interpretimin e duhur. Pra, sot do të flasim se çfarë është syneti profetik. Edhe sot kemi të ftuar Hoxhën nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vini. Mirë gjetëm. Hoxh, dëgjojmë shpesh që syneti profetit është kështu, syneti profetit ka qenë ky. Çfarë do të thotë nëse mund ta përkthejmë fjalën sunet? Fjala sunet, le të themi në kuptimin etimologjik të fjalës, nuk kupton rrugën ose traditën si kuptim, ndërsa në kuptimin, le të themi terminologjik, nuk kupton burimin e dytë të ligjit islam, pasi burimi i parë është Kurani dhe burimi i dytë është syneti ose tradita profetike. Dhe që nën kupton faktikisht çdo fjalë, çdo vepër, çdo miratim, çdo sjellje të profetit alayhis salatu wassalam. Normalisht ajo që është e vërtetuar, sepse mund të ketë dhe gjëra transmetuara, të cilat faktikisht nuk janë të vërtetuara. Pra, ju mungon le të themi vërtetësia, ju mungon autenticiteti, ndërsa nëse është e vërtetuar që është fjalë e profetit ose vepër e tij ose miratim prej tij ose sjellje e tij ose ngjarje e ndodhur në prezencën e tij dhe ai me heshtjen e tij ka bërë një miratim në heshtje, atëherë e gjithë kjo konsiderohet sunet apo tradita profetike, gjë që nuk kupton në fen ton një burim prej burimeve të ligjit islam. Pasi ligji islam buron nga 4 burime. Pra, nëse do të japim një gjykim në islam, nga do ta marrim le të themi atë burimin referencën, atëherë themi Kurani, syneti, për cilin ne po flasim sot, ixhmai ose konsensusi i dietarëve, dhe vjen qiyasi ose analogjia, pra krahasimi, përderisa Zoti e ka ndaluar këtë gjë për këtë arsye, atëherë kudo që gjendet kjo arsye, i bie që të jetë haram ose i bie që të jetë obligim e kështu me radhë. Syneti është burimi i dytë dhe është shumë i rëndësishëm sepse është, si më thënë, personifikimi i fesë në jetën e profetit alayhis salatu wassalam. Pra, Zoti i zbriti Kur'anin Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe Kur'ani ka shumë urdhëresa, shumë ndalesa dhe shumë gjëra të cilat kanë pas nevojë për një sqarim më shumë. Atëherë vjen jeta e profetit alayhis salam, vjen sjellja e tij, vjen mënyra se si e ka jetësuar Kur'anin, që konsiderohet, si më thënë, interpretimi më i saktë i Kur'anit dhe qëllimi kryesor, domethënë i jetësimit të fesë në realitet. Domethënë, si mund ta shohim ne fen tek një njeri? Fen tek një njeri mund ta shohim tek profeti Muhammed alayhis salatu wassalam. Pse? Sepse ai është personi i cili i zbriti shpallja. Dhe feja tek një njeri në vepra mund të shihet më së miri dhe më saktë tek personi i profetit alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye, domethënë dietarët unanimisht nuk e tolerojnë këtë pjesë. Pra, që të mbështetesh në synet është diçka e padiskutueshme dhe nuk mund të mohohet si një pjesë e domosdoshme e interpretimit të fesë, pasi shumë gjëra janë thënë në Kur'an dhe vjen profeti alayhis salam dhe i shtjellon, i qartëson më shumë, i përcakton, pra janë shumë gjëra të cilat në Kur'an thuhen përgjithsisht ose thuhen në mënyrë të tërthotë dhe vjen profeti alayhis salam me jetën e tij dhe me veprën e tij i cili specifikon gjërat. Për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an ka thënë në surën An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk flet nga vetja e tij, çdo gjë që e thot me shpallje nga Zoti. Pra, ala ose në një rast tjetër pejgamberi alayhis salam ka thënë, ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Zoti më ka dhënë Kur'anin dhe diçka njësoj si Kur'ani. Ose siç e tha Zoti në Kur'an, fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alayna bayana. Kur të lexohet ty Kur'ani nga Xhibrili, përqendrohu në atë që thot Xhibrili, sepse siç tregon Ibn Abbas, i thot në ato fillimet e para të shpalljes, pejgamberi alayhis salam në momentin që Xhibrili fillonte të këndonte, ti thoshte Kur'anin, mundonte që ta përsëriste më një herë mas Xhibrilit. Dhe Zoti i tha, lëre Xhibrilin të mbaroj, sepse me të mbaruar Xhibrili, ti do ta kesh të memorizuar automatikisht. Pra, mbaronte Xhibrili, pejgamberi sa më kishte memorizuar atë që tha Xhibrili prej Zotit dhurat. Tha Zoti, thumë inna alejna bejane, e më pas do të bëjmë sqarimin.
Pra do të japim Kur'anin dhe më pas do të bëjmë sqarimin. Do të japim kuptimin. Pra, interpretimin. Për këtë arsye tregohet, siç tregohet shumë hadithe, vinte Xhibrili çdo Ramazan tek pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe përsërisnin të dy Kur'anin dhe qëndronin në çdo ajet që kishte nevojë për të interpretuar. Qëndronin. Pra Xhibrili thoshte kuptimi është ky dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam këtë kuptim e transmetonte tek shokët e tij. Kështu që nuk mund të kuptohet feja dhe besimi islam nëse nuk do të kthehesh tek jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra le të themi, dakord, Kur'ani i zbriti Muhamedi alayhis salatu wasalam. Si është zbatuar ky Kur'an në jetë, atëherë duhet parë patjetër pra shembulli, forma, metoda, tradita e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ndërkohë ne kemi dëgjuar shumë hadithe dhe këshilla të profetit alayhis salam për Kur'anin. Po ndërkohë çfarë thot Kur'ani për traditën profetike? Po themi, a e përligj si burim të fesë, a e nxit po themi si një shtyllë të rëndësishme të fesë islame? Pra konkretisht çfarë na thot Kur'ani për atë se çfarë ka trashëguar ose çfarë ka lënë trashëgimi profeti alayhis salam? Tani varet se si njeriu domethënë e lexon Kur'anin. Nëse e lexon Kur'anin me dëshirën për të udhëzuar tek e vërteta, do ta gjej sunetin dhe traditën e profetit alayhis salam. Ndërsa nëse e lexon Kur'anin duke pas një bindje të caktuar, ai do të gjejë në Kur'an atë që ai ka për bindje. Është rëndësishme të zhvishemi nga ato ngarkesa dhe dyshime dhe dilema dhe të jemi më të çiltër me Kur'anin. Pra, me të vërtetë kur ta lexojmë Kur'anin duhet të jemi të sinqertë që duam të gjejmë të vërtetën dhe jo duam të gjejmë argumentat e asaj që ne besojmë. Atëherë le të ndalemi se si Kur'ani e përligj dhe e vërteton atë që ne i themi rëndësinë e sunetit dhe burimin e sunetit. Për shembull, Zoti thotë në Kur'an, çfarë t'ju japi i dërguari, merrni, dhe çfarë t'ju ndaloj prej saj, ndalohuni. I dërguari na ka urdhëruar për Kur'anin, por na ka urdhëruar gjithashtu edhe për traditën profetike. Pra, ose na ka urdhëruar gjëra të cilat ekzistojnë në Kur'an, por na ka urdhëruar edhe gjëra të tjera të cilat nuk ekzistojnë në Kur'an, ose na ka ndaluar nga gjëra të tjera të cilat nuk ekzistojnë në Kur'an. Ose siç e thot për shembull Zoti në Kur'an, pasha Zotin o Muhammed, ata nuk do të jenë besimtar derisa ty të bëjnë gjykues në çdo çështje. Muhamedi duhet të jetë gjykues në çdo çështje, nuk tha derisa të bëjnë Kur'anin. Pra të jetë referencë, të jetë burim derisa ty të bëjnë gjykues. Pra e bëri profetin alayhis salam gjykues. Dakor. Mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Zoti thot, pasha Zotin, ata nuk janë besimtar derisa të bëjnë ty gjykues për çdo çështje. Mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Pra i bie që Kur'ani ta ketë urdhëruar për diçka e cila është e pamundur të realizohet. Atëherë për këtë arsye unë kam thënë edhe herë pas here, këto lloj grupacionesh, këto lloj deviacionesh nuk janë gjë tjetër vetëm se një lloj mohimi i Kur'anit edhe një lloj mohimi i Islamit, sepse ti po vërteton në sajt të kësaj që nuk pranon që të ketë traditë profetike ose sunet, po pranon që Kur'ani na ka urdhëruar për diçka që është e pamundur, ndërkohë që Zoti thotë në Kur'an nuk e ngarkoj njeriu te imundësive dhe me pamundësi. Në momentin që Zoti i tha besimtarëve, referohuni tek profeti alayhis salam, o Zot, po mbas vdekjes profetit alayhis salam, ku të referohemi, atëherë i bie që Zoti na ka urdhëruar për diçka që nuk e bëjmë dot. Ndërkohë që kjo bie ndesh me Kur'anin, dhe në momentin që Kur'ani bie ndesh me vetveten, atëherë Zoti ka thënë, nëse në një rast vetëm Kur'ani do të binte ndesh me vetveten, atëherë nuk është më fjalë e Zotit. Gjë tjetër që ne e gjejmë, ajeti që unë e citova më herët, ajeti i surës El-Qiyame, ne do ta zbresim ty Kur'anin dhe më pas do të bëjmë sqarimin. Ku është sqarimi? Ku do ta gjejmë sqarimin? Nëse nuk e pranojmë sunetin, pyetja është shumë e thjeshtë, ku është sqarimi? Argument tjetër, kemi shumë gjëra në Kur'an që nuk janë, le të themi, të shkoqitura në detaj. Ata thanë, ose le të themi ata kanë thënë që Kur'ani çdo gjë ka të shkoqitur, sepse Zoti thotë në Kur'an, kitaben mufassala, libër i shkoqitur. Dhe në momentin që ne, ata kanë thënë, do të themi që kemi nevojë për sqarim nga profeti, i bie që Kur'ani mos jetë i shkoqitur, i bie që ajeti të përplaset, pra ka gjëra të pashkoqitura. Themi ajeti flet shkoqitur për gjërat, pikat e rëndësishme, bazat. Pra nuk është shkoqitur çdo gjë në detaj. Pra ka dhënë orientimet edhe vjen profeti. Pra nuk është libër i detajeve, libër i elementeve, pra është libër
Që orienton te thelbi i gjës. Tek thelbi i gjës, jo në çdo detaj. Vim tek mënyra se si profeti alayhis salam i ka shkoqitur gjërat nga Kurani. Pra, vim tek ajetet që janë të pashkoqitura, sepse ata thanë që çdo gjë është e shkoqitur, nuk ka nevojë. Okej. I thash njërit prej tyre dikur. I thash, a agjeron Ramazanin? Tha po, agjeroj Ramazanin sepse Ramazani është në Kur'an. Pra ishte nga këta njerëz që pranojnë vetëm Kur'anin. I thash shumë mirë, atëherë më trego kur është muaji i Ramazanit. Tha, ai u përgjigj, tha muaji i Ramazanit është muaji 9 i kalendarit islamik. Thash, ma vërteto me Kur'an. Zoti thotë në Kur'an, falni namazin. Kur, si, sa, si duhet bërë namazi. Zoti thotë në Kur'an, jepni zakatin, sa jepni zakat. Zoti thotë në Kur'an, agjeroni, pra mos hani dhe mos pini, nga agimi deri në perëndim. Çfarë prish agjerimin dhe çfarë nuk e prish. Zoti thotë bëni haxhin, si bëhet haxhi, ku bëhet haxhi. Sa herë duhet rrotullohet. Në një mënyrë dhe ata që e mohojnë e pasojnë në një farë mënyrë profetin po mohojnë faktin që janë pasues. Ata që quhen Kur'an. Sa ata agjerojnë apo jo? Ata që janë Kur'aniyin, ata janë dy grupe. Ata të cilët çdo gjë interpretojnë gjuhësisht. Pra kur Zoti thotë falni namazin, thotë Zoti ka thënë lutuni. Mjafton të lutesh e ke bërë detyrën. Nuk është 5 herë në ditë siç themi ne. Jepni zakatin, është me dëshirë, nuk ka përcaktim. Ramazanin e mbajnë vetëm nga ngrëna dhe e pira, nga agimi deri në perëndim. E vetmja gjë që bëjnë, domethënë. Ose ka edhe më keq akoma që thonë privohu nga e keqja. Agjerim do thotë privim nga e keqja. Pra s'duhet të flasësh fjalë të këqija deri nga agimi deri në perëndim. Pra edhe këta vetë janë dy sekte brenda llojit, ata të cilët ecin me muslimanët në vijat përgjithshme, falen, ka prej tyre që falen, sepse thonë a kupton gjithë e bëjnë etj dhe ka për tyre që nuk i bëjnë fare. Namazi nuk shtjellohet, thirrja e ezanit nuk shtjellohet. I thash njërit dikur se kam pas, domethënë takime me njerëz tillë. I thash shumë mirë. Zoti thotë në Kur'an në surën El-Xhuma, o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e Xhuma. Thash si bëhet thirrja ditën e Xhuma? Si? Ku ta gjejmë thash thirrjen? Na e gjejmë Kur'an. Vraponi ose shpejtoni në vendet ku përmendet Allahu. Ku janë këto vende? Sepse këta njerëz nuk vinë as në xhami. Ndërkohë që unë ka bërë shumë habi, e kanë mësuar Kur'anin në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze, sikur të ishin hafiza të Kur'anit. Pra është i gatshëm, unë nuk di ta referoj Kur'anin aq shpejt siç e referojnë ata. Filan surën, filan ajet thotë kështu. Filan surë, filan ajet thotë. Domethënë një referim kështu, memorizim i çuditshëm i Kuranit në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze. Ndërkohë që dhe domethënë gjejmë Kur'an shumë gjëra të cilat janë të pashtjelluara në detaj. Pse? Sepse do të ishte profeti alayhis salam i cili do t'i sqaronte gjërat, sepse ai ishte një Kur'an i cili ecte mbi sipërfaqen. Cili është gjykimi për këta njerëz? A janë këta muslimanë, a janë këta pjesë e bashkësisë së muslimanëve? Pa dashur që të bëjmë gjykime tani individuale, por se nëse bien në këtë gabim, a jemi më muslimanë? Ne nuk gjykojmë dot për personat derisa të sqarohen, derisa të fillohen, derisa të vinë. Domethënë gjykimi mbi personat nuk është puna jon, por ne flasim si koncept. Mohimi i sunetit, pra i traditës profetike i hadithit, është dalje nga feja dhe besimi. I thash një miku tim dikur, ai ishte i krishterë edhe mendonte se ishte bërë musliman. I thash e di se është puna jote, thash ti ke ngel mes 4 rrugëve, i thash. As musliman nuk je bërë dhe as i krishterë nuk je, sepse ai beson në Kur'anin, beson profetin Muhammed alayhis salam, nuk beson në kryqëzimin e Jezusit, nuk beson të ndërngjalljen, pra nuk beson të Trinitetin, pra i krishterë nuk ishte. Po edhe musliman nuk është sepse nuk ka thënë shahadetin. I thash ai ke thënë shahadetin? Nuk ekziston thanë Kur'an. Atëherë i thash ti, sipas gjykimit të Islamit dhe të muslimanëve nuk je akoma musliman, sepse ka një kredo që njeriu duhet ta thotë pa të jetë musliman. Pa shahadeti la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Kështu që pra kjo është e para, e dyta vetë Zoti thotë në Kur'an, Zoti në surën Ali Imran, ajeti 5 ai 6, është një ajet i gjatë, thotë Zoti Allah është ai i cili ty të zbriti Kur'anin. Në Kur'an ka ajete të qarta. Ka ajete të qarta, të cilat janë referenca bazike e librit. Dhe ka ajete të cilat janë të ngjashme dhe të paqarta. Komentin e këtyre ajeteve e din vetëm njerëzit e ditur,
të thelluarit në dije. Pra, nëse komentin e këtyre ajeteve din njerëzit të thelluar në dije, po profeti alayhis salam, a nuk e ka ditë komentin e këtyre ajeteve? Pra vetë Zoti na tha në Kur'an që ka gjëra që nuk janë sqaruar në detaj. Dhe fjala e Zotit të shkoqitur nuk kupton shkoqitjen, domethënë deri në fund, pra shkoqitjen në pika kryesore, sepse nëse Kur'ani do të merrej me çdo detaj, nuk do të ishte më një libër për 600 faqesh, po do të ishte një libër voluminoz. Sepse do të sqaronte çdo gjë me detaje, çdo gjë si merret abdesti me detaje, çfarë e prish, çfarë nuk e prish. Atë të dumte sensin. Kurani ka si lajkën. Dhe vjen profeti alayhis salam dhe ka vendosur pastaj pikat mbi kur i thon. Pra ka sqaruar çdo gjë për profeti alayhis salam. Kështu që vetë Kurani ka dhënë sinjal. Pra ka dhënë sinjal në 2-3 raste për të kuptuar. Rasti tjetër për ajeteve të Kuranit, thot Zoti i Madh, kur tregon njerëzit më të mirë që ka parë historia e Islamit, flasin për profetin e selam dhe thot, ata të cilët e ndoqën profetin prej muhaxhirëve dhe ensarëve dhe ata që ndoqën rrugën e tyre. Pra s'bëhet fjalë që duhet ndjek suneti i profetit, po edhe rruga e muhaxhirëve dhe ensarëve, pra rruga e sahabëve. Ata të cilët e ndoqën profetin prej muhaxhirëve dhe ensarëve, pra prej emigrantëve dhe banorëve të Medinës, dhe ata walladhina tabauhum bi ihsan, dhe ata të cilët ndjekin rrugën e tyre. Cila është rruga e tyre? Pra nëse ti thua unë nuk kam obligim të ndjek rrugën e profetit, po Zoti po thotë duhet të ndjek rrugën e shokëve të profetit. Domethënë njeriu për këtë arsye thashun, nëse njeriu do të analizojë situatën me paanësi, duhet të udhëzohet patjetër. Nëse pastaj ka një bindje të caktuar dhe do të gjejë argumentet në Kur'an, ka për të gjetë argumentet në Kur'an sipas bindjes që ai ka. Pra ajeti kuranor është i qartë. Argumenti tjetër nga Kurani, Zoti thotë Kur'an. Dhe cili do që ndjek një rrugë që nuk e kanë ndjekur besimtarët, nuwallihi ma tawalla, do ta lëmë në humbjen e tij. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dhe do ta fusim në zjarrin e ndezur fort. Pra besimtarët kanë një rrugë, thot Zoti. Besimtarët kanë një rrugë. Cili do që nuk ndjek rrugën e besimtarëve, do ta lëmë në humbjen e tij dhe përfundimi i tij do të jetë zjarri i xhenemit. Cila është rruga e besimtarëve? 15 shekuj që jemi sot ne, besimtarët thonë Kurani, 1, 2, Suneti, tradita profetike. Kështu që në momentin që del dikush dhe thotë jo, unë nuk e pranoj traditën profetike, ai nuk po ndjek rrugën e besimtarëve. Madje prej bukurive që ka Kurani, aty kur është thënë rrugën e besimtarëve në gjuhën arabe gjithmonë është futur në një shquese el, që nënkupton besimtarët e përcaktuar nga Zoti. Cilët janë besimtarët e përcaktuar nga Zoti? Brezi i parë, sahabët. Pra, cili do që ndjek një rrugë tjetër që nuk e ka ndjekur brezi i parë, tani brezi i parë argumentohesh me synet apo jo? Patyshim, sepse kanë pas profetin në mesin e tyre. Gjithsesi këta do të jenë një grup ose një numër shumë i vogël, pasi edhe pse lajthitja merr forma nga më të çuditshmet, ata janë një grup. Edhe jo besimtarët e dinë që Muhameti është besimtari më i mirë dhe shembulli i tij është shembulli i njeriu më besimtar, mund të themi kështu. Vërtet është që janë grupi i vogël ose grupimi i vogël, mirë po gjëmën e bën të madhe, sidomos tek njerëzit që janë të rinë në Islam ose tek rinia studentore. Sepse çfarë bëjnë? Për shembull, sjellin disa argumenta, për shembull dyshime, për shembull, kemi për shembull prej le të themi, ato thonë për shembull që Kurani ka sqaruar çdo gjë dhe nuk ka nevojë të jetë i sqaruar. E dyta, nuk është përmendur në Kur'an kështu tekst, domethënë i qartë që duhet ndiqni sunetin, siç themi ne për shembull. Ose për shembull thon vet profeti alayhis salam kohën e tij ka ndaluar që të shkruhet hadithi. Pse ndaloi profeti të shkruhet hadithi? Dhe këtu ka përgjigje. Ku e morët vesh ju që ka ndaluar profeti të shkruhet hadithi? Se ju hadithin nuk e besoni. Fatkeqësisht rrymat e tilla si kjo rrym Kur'aniin, po edhe kjo rryma Ahmedive, të cilët janë gjithashtu një sekt i dalë nga Islami, kanë pas ndikim edhe në shkollat, le të themi, fetare islame, që gjenden, sidomos domethënë trojet shqiptare, kanë pasur ndikimin e tyre. Unë habitem domethënë kur më shkruan dikush një herë në privat dhe kam thënë edhe herë tjetër që në X medrese, për medreseve shqiptare ka shumë studentë cilët janë
bërë pasues të sektit Ahmedi. Tani këta kadianit që i themi ne, ndryshe emri i tyre, tani merr moment nesër pas nesër të dalin një hoxhë në xhami që të jetë pasues i sektit kadianit, domethënë. Kështu që edhe këta Kur'aninët kanë, sepse unë si jam ulur me këta njerëz. Ka qenë një grup rinor, cilëve ky i mbante le të themi leksione, dhe ata ndodheshin përballë argumentimit tepër korrekt me ajete kuranore dhe një të vërtetë të pamohueshme, se më thënë, instinktivisht tek ata që ishte syneti i profetit alayhis salatu wassalam. Pra këto ligjërime mund të gjenë hapësirë tek ata cilët ndoshta janë të ri në fe dhe në moshë, po besoj që njeriu kur rritet se do të ish shumë egoist që të mohosh atë që është shumë i qartë. Pra, fundja dhe këta si profesor i japin një shembull, pra është e pamundur që shembulli të mohohet, modeli të mohohet dhe të mos pasohet qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në mënyrë. Zoti e tha në Kur'an, ju keni si shembull profetin. Ku është shembulli i profetit? Ku është? Sepse Kur'ani është gjë tjetër, shembulli i profetit cili është. Pra, unë jam i qartë dhe unë e di shumë mirë që njëri i thjesht me pak njohuri mbi Islamin, një logjik shumë minimale, shumë thjesht për të kuptuar. Jo, ai që mua më dhimbse është se unë gjej për shumë, jo shumë, astagfirullah, po gjej disa njerëz që bëjnë atë sakrificën e madhe për të bërë musliman dhe nuk kanë bërë akoma musliman. Sepse nuk mund të bëhesh musliman në konceptin islam, flas, qofse njëri nuk thot shahadetin. Pra këta njerëz akoma nuk kanë thënë shahadetin. Qofse njëri nuk pranon traditën profetike, këta njerëz mohojnë traditën profetike. Kështu që më dhimbse më të drejtën, unë pak kam takuar njerëz të tillë, është e vërtetë kjo që thotë që janë shumë pak, janë përgjithësi njerëz që janë të konvertuar në islam jashtë Shqipërisë, në Evropë. Atje kanë marrë islamin bashkë me këtë virus, domethënë, madje ndonjëri prej tyre një herë më sillte dhe le të themi ato ligjërimet ose screenshotët që kishte bizedim me një hoxhën e tij, le të themi hoxhën e tij, i cili e mbronte shumë këtë teori. Pra, ata nuk mund ta mohojnë këtë pjesën e modelit, e referencës njerëzore, pra është e pamundur që ti kuptosh gjërat kështu vetvetiu. Të duhet dikush që ata thonë, ne mund ta interpretojmë vetë Kur'anin vetëm në pjesën gjuhësore dhe s'ka nevojë për gjë tjetër. Për këtë arsye thash, këta janë dy grupe. Grup i cili asgjë nuk e bën nga Islami sepse çdo gjë e interpreton gjuhësisht, dhe grupi tjetër cilët bëjnë disa gjëra nga Islami, po shkelmojnë disa gjëra të tjera. Por ne edhe pse e vetë kuptojmë se tradita profetike është hynore, nuk është një përpjekje njerëzore, do na duhet që të na jepni disa argumente për saktësinë e hadithit, për traditën e profetit, por se të bëjmë një shkputje të shkurtër dhe e rikthehemi këtij momenti. Normalisht bëjmë një shkputje dhe e rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio, po flasim për sunetin, për traditën profetike. Hoxhë, ju në fillim të emisionit thatë se gjithçka që është e vërtetuar nga jeta profetike është pjesë e burimit të fesë. Kur thoni gjithçka që është e vërtetuar, do thotë se ka gjëra që ndoshta nuk janë të vërtetuara. Tani çfarë garancie kemi se ajo çka transmetohet si e profetit është e profetit? Çka e bën atë të sigurt dhe të qartë? Vetë tradita profetike është autentike dhe jo autentike, që do të thotë e vërtetuar që ajo ka bërë dhe jo e vërtetuar. Pra ka gjëra që edhe janë thënë rrugës, ka gjëra që dikush ka menduar se është fjalë e profetit dhe e ka shitur si të tillë. Mirë, po ka një shkencë që është shkenca e hadithologjisë, e cila merret vetëm me këtë punë. Pra merret me studimin e transmetuesve, zinxhirit transmetimit, mos shkëputjen e zinxhirit transmetimit, biografinë dhe jetën e këtyre njerëzve, sa të besueshëm kanë qenë, sa memorizues eksakt kanë qenë dhe çfarë jete fetare kanë pas ta njerëz. Pra, që themi do të me 5 fjali, pra një veprim që ka bërë profeti ose e ka thënë profeti, si është trashëguar në çfarë forme? Ju përmendet këto detaje, po nëse mund ta marrim kështu konkretisht. Mbajem mend pyetjen. Unë dua të them që si ka ardhur Kur'ani tek ne. Kur'ani ka ardhur tek ne, profeti alayhis salam e kanë marrë prej tij shokët e tij, sahabët, brez mbas brezi ka ardhur Kur'ani tek ne, pra me zinxhir transmetimi. E në të njëjtën mënyrë është ruajtur edhe hadithi, pra fjalët e profetit. Mirë, po tek fjalët e profetit alayhis salam ka pas raste që ka pas shkëputje, ndërsa në Kur'an jo, sepse Kur'ani është garantuar nga Zoti.
thot Zoti, unë e zbrita dhe unë do ta ruaj. Dhe transmetimi i Kuranit është i padiskutueshëm. Pra është domethënë i padiskutueshëm në mënyrën se si është transmetuar. Pra është transmetuar masivisht nga profeti, masivisht brezi i dytë, masivisht edhe sot i kësaj dite Kurani transmetohet masivisht. Pra çdo hafiz Kurani ka një le të themi licencë ose ka një certifikat e cila e lidh me profetin alayhis salam. E njëjta gjë funksionon edhe në shkencën e hadithit. Vetëm se në shkencën e hadithit është më reduktuar sepse le të themi dietarët si Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu e kanë regjistruar dhe nuk ka pas më nevojë të trashëgohej me zinxhir transmetimi pavarësisht se edhe sot e kësaj dite ka njerëz që vazhdojnë zinxhirin e transmetimit të hadithit njësoj si Kurani. Pra, nga Tirmidhiu ka profesorë që e kanë sjell deri më sot, nga Nesaiu, nga Ibn Hajeri kështu me radhë. Le të vim edhe një herë tek pyetja që ju thot. Pra, si do ta vërtetojnë që kjo fjalë është e profetit apo jo? Alayhis salam. Gjëja e parë që shohim zinxhiri i transmetimit. Pra, le të themi nga Imam Tirmidhiu deri tek profeti alayhis salam. Sa njerëz janë? Sa breza? Janë 7 breza, janë 10 breza. Okej. Atëherë do të analizohet lidhja. Se nëse ky ka jetuar në vitin 50 dhe ky tjetër ka jetuar në vitin 70, është kaput. S'ka. Hadithi nuk quhet autentik. Në momentin që të dy kanë jetuar në të njëjtën kohë, kanë qenë në të njëjtën kohë, janë takuar me njëri tjetrin, atëherë nuk kemi më shkëputje. Pra nga profeti alayhis salam deri tek si më thon shkruajtësi përmbledhësi i hadithit. Pra shihet shkëputje, ka shkëputje, nuk ka shkëputje. Shihet këta njerëz janë njerëz të besueshëm, sepse ka një le të themi një burim i cili thot studimi i besueshmërisë. Pra çdo njeri që thot pra bëhet analizë dhe personave të cilët që kanë karakterin tyre, moralin tyre. Absolutisht. Në momentin që del i besueshëm, shihet memorizimi i këtij njeriu si ka qenë. Për shembull, ka për transmetuesve që thot, çfarë ka transmetuar filani i biri filani deri në filan ditë, pranohet. Çfarë ka transmetuar mbas kësaj dite nuk pranohet. Po pse? Thot në filan ditë ju ka djeg biblioteka dhe e ka psuar goditje. Edhe filloi të ngatrojë gjërat. Do të thonë, janë sqaruar gjërat në detaje, pra shihet zinxhiri i transmetimit, shihet ndërlidhja, shihet besueshmëria, shihet memorizimi i këtyre njerëzve pasi kanë qenë me memorien këta njerëz dhe shihet jeta e tyre në tërësi, vlerësimi i jetës tyre. A mund ta bëjmë ne këtë gjë? Jo. Normalisht që ka njëri i cili futet kësaj shkence quhet muhaddith, pra ata të cilët merren vetëm me studimin e hadithit dhe për fat mirë në shekullin që kaloi kemi pasur 3 dietarë më të mëdhenj botëror të hadithit kanë qenë shqiptar, Sheikh Albani, Sheikh Arnauti, Abdulkader Arnauti dhe Sheikh Shuaib El Arnauti. Pra, të 3 këta dietarë që kanë mbajt flamurin e recensimit, kontrollit të hadithit profetit alayhis salam. Pra shihet në këtë mënyrë, pra nuk mund thuhet çdo gjë ka thënë profeti, ku e ka thënë, ku e ke referencën. Edhe nëse është e referuar diku, kjo referencë pastaj studiohet dhe ndahet në hadith i saktë dhe hadith i dobët. Ndoshta mund të jetë, le të themi, ekzistenca e hadithit dobët në botë apo hadithit që nuk ekziston fare, maudhu që quhet hadithi i stisur, hadithi i shpikur, mund të jetë shkak që këta njerëz mund të ketë marrë edhe këtë lloj goditje, po ti nuk mund të mohosh të vërtetën për shkak të ekzistencës të pavërtetës. Thjesht dua të jap edhe një përgjigje për faktin se ata janë argumentuar edhe me këtë që profeti alayhis salam kur ka qenë gjallë ka ndaluar shkrimin e hadithit. Është vërtet. Por tek arabët transmetimi ka qenë 2 llojesh, transmetim me shkrim dhe transmetim me memorizim. E para, e dyta nuk e ka ndaluar tërësisht. Kanë qenë 4 ose 5 për shokëve të profetit alayhis salam, të cilët e shkruanin hadithin. I është lejuar Abdullah ibn Amr ibn Asit, i është lejuar disa sahabëve që të shkruajnë, të tjerët jo. Sepse profeti alayhis salam donte që njerëzit të jenë të qartë në konceptin e ndarjes mes Kur'anit edhe hadithit. Me vdekjen e profetit alayhis salam s'kishte më burim për Kur'anin. Atëherë kanë filluar njerëzit ta shkruajnë masivisht edhe hadithin e profetit alayhis salam. Ndërkohë, a ka një klasifikim, a ka një ndarje të traditës së profetit alayhis salam, të sunetit profetik? A ka një ndarje të saj si shkencë? Po ka ndarje, domethënë ka ndarje në masivitetin e transmetimit. Pra kemi hadith mutawatir. Mutawatir do të thotë hadithi masiv. Që do të thotë nga profeti alayhis salam deri në fund, pra kur është regjistruar për herë të fundit,
është transmetuar masivisht. Për shembull, pra kanë parë dhe kanë dëgjuar shumë vetë dhe shumë vetë gjithashtu e kanë transmetuar. Domethënë është e pamundur të mendosh që një numër kaq i madh të kenë rënë gjithë dakord për të shpikur diçka. Për shembull, thënia e Profetit sallallahu alajhi wasallam, cili do që shpik ndaj meje një fjalë, le të përgatisi vendin e tij në zjarr. Cili do që shpik thotë sa jon një fjalë që unë s'e kam thënë, atëherë le të përgatisi vendin e tij në zjarrin e xhenemit. Ky hadith është masiv, pra mutawatir. Ka të thënë në publik ndoshta këtë fjalë me sa duket brez mas brezi. Ose kumtoni ose transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet të vetëm. Kjo është edhe gjithashtu është masiv. Ngritja e durve kur bën të dua, atë kjo është masive. Pra ka shumë gjëra që janë masive, që janë transmetuar brez mas brezi. Kemi hadithin që është në shkallën e dytë që është meshhur. Meshhur do të thotë transmetuar nga shumë njerëz, po jo masiv. Kemi pastaj hadithin që quhet hadithi i zakonshëm, pra ky që ka një ose dy transmetues në çdo hall transmetimi. Kjo është një ndarje ose një klasifikim. Klasifikim tjetër kemi për sa i përket burimit. Kemi hadithin qudsi dhe hadithin sherif. Hadithi qudsi domethënë është i folur nga Zoti, por nuk është Kur'an. Dhe hadithi sherif, kuptimi është nga Zoti, por domethënë është artikuluar nga profeti alayhi salatu wasalam. Kjo është një ndarje tjetër, pra kemi sipas numrit transmetuesve dhe sipas le të themi burimit. Kemi dhe ndarjen e përgjithshme që është i sakt, autentik dhe jo autentik. Pra i sakt ose i dobët në gjuhën më shumë që përdoret tek hoxhallarët, pra ai që është i vërtetuar dhe i padiskutueshëm, që është fjala e profetit, dhe ai i cili është i diskutueshëm për shkak të një dyshimi X, atëherë janë të rrequr. Për shembull, tregohet për shembull që Imam Buhariu kur ka dashur të shohë njëri sa i besueshëm është, ka shkuar dhe ka studiuar jetën e tij. Dhe tregohet, për ngjarjeve që tregohen, e ka parë njëri i cili ishte nga transmetuesit e hadithit, i cili kishte një torbë edhe thriste kalin. Ajo torba ishte bosh. Dhe kur erdhi kali, normalisht ky e kapi kalin, pastaj e lidhi. Sa Imam Buhariu, tregohet kjo, sa kur ky gënjen kalin, si ti besojnë këtij njeriu për fjalët e profetit, pa kanë deshat me këtë, kanë shumë strikt. Kanë qenë shumë strikt. Shumë rigoroz në asaj që kanë kërkuar. Imam Merwaziu është një dietar që ka jetuar në shekullin e 6, ka bërë, domethënë, një librin më të madh voluminoz, i cili të tregon çdo gjë mbi detajet e jetës dhe biografisë së transmetuesve të hadithit. Pra kur ka lindur, kur ka vdekur, ku ka mësuar, si është sjell gjatë jetës, çdo gjë me detaje. Pra në mënyrë që mos të mbes asgjë për këtë arsye për shembull thotë filani thotë është njëri që bën të lojra fjalësh, ka transmetim të tillë që thotë bën të lojra fjalësh. Filani i biri filanit bën lojra fjalësh. Domethënë ky njeri kudo që gjendet hadithi bie. Ora ndoshta në këtë rast i shkreti nuk ka bërë lojë fjalë, jo, por derisa lën një hije hamendësimi për fjalën e profetit, absolutisht. Për kanë qenë shumë, për këtë arsye për shembull Imam Abu Hanifa Allahu shëroft ka qenë njeriu më i ashpër në pranimin e njerëzve për sa për këtë hadithit. Për këtë arsye, domethënë, po ta shohësh për shembull, nuk është se ka shumë artikulim në hadith. Shumë gjëra i ka arrit nëpërmjet arsyes dhe logjikës, sepse e tregojnë pra në jetën e tij prej imamëve më të rrep, domethënë nuk është se bën të tolerim diçka shumë të vogël të merrte vesh për një transmetues se pranon të hadithin e tij. Jo hadithin, po hadithin e transmetuar për këtë njeriu. Pra kanë qenë njerëz shumë rigoroz, shumë korrekt në këto koncepte. Për këtë arsye ne themi për shembull për imamëve më të shquar në transmetimin e hadithit dhe në këtë korrektësi dhe ashpërsi vjen mbas Imam Abu Hanifes vjen Imam Buhariu, i cili i ka vendosur disa kushte transmetuesve që të tjerë që kanë ardhur mbas tij të tolerojnë ndonjë kusht. Imam Buhariu shumë ekstrem, thonë në kuptimin pozitiv të fjalës. Po kështu edhe Imam Muslimi, po kështu edhe të tjerë, domethënë. Ndërkohë një problematik tjetër është edhe raport me interpretimin e hadithit. Pra shumë njerëz nuk e mohojnë tekstin që ka ardhur nga profeti sallallahu alajhi wasallam, por se mohojnë ose kundërshtojnë interpretimin e njerëzve të dijshëm. Pra vjen dikush dhe thotë bëj kështu sepse ka hadith për këtë punë. Pra si duhet kuptuar hadithi në interpretimin e tij dhe po themi në harmonizimin me veprimet dhe gjithë traditën profetike. Feja e Zotit nuk mund të merret direkt nga Kur'ani dhe nga hadithi. Pra feja e Zotit patjetër duhet të kalojë në interpretim, le të themi, të një mësuesi, të një hoxhe. Sepse dikush mund të marrë një ajet kuranor thotë Zoti,
ndërkohë që ke edhe 10 ajete të tjera të cilët transmetojnë këtë tematik. Dikush thotë unë kam gjetur një hadith profetit duhet ta zbatoj, por ndoshta ky hadith është shfuqizuar, është abroguar. Ndoshta ky hadith ka edhe 200 hadithe të tjera të cilat flasin rreth kuptimit të këtij hadithi, pra nuk mundesh ti direkt, domethënë të bësh Kur'anin dhe Sunetin burim të fesë dhe të besimit tënd pa kaluar patjetër në dorën një edukatori. Vetë sahabët kanë kaluar në dorën e edukatorit, që ishte profeti alayhis salam. Tabiinët kanë kaluar në duart e edukatorëve, që ishin sahabë. Dhe kështu ka shkuar kjo punë brez mas brez, është e pamundur. Pra është njësoj sikur thuash dikush do të bëhet kirurg vetëm nëpërmjet librave të kirurgjisë. Nuk mund bëhet pa kaluar në duart e një profesori kirurg i cili ka shkrirë jetën në studimin e kirurgjisë, duhet bëj praktik 1 vit, 2 vite, pra duhet bëj shkollë, duhet bëj praktik, pastaj të kaloj në veprim dhe ti besohet një gjë e tillë. E njëjta gjë, domethënë nuk mund të jetë dikush inxhinier vetëm se lexon libra për inxhinierin, po patjetër duhet bëj shkollën e para, duhet kaloj në praktik dal nga dal, derisa të kaloj termat në terren dhe pastaj të bëhet inxhinier dhe kjo funksionon edhe në Islam e njëjta gjë, pra nuk mund të njeriu të jetë interpretues i Islamit apo të mbaj fetva, pra të mbaj ligjërime apo të japi opinionin mbi Islamin, nëse nuk kalon në duart e një edukatori. Patjetër, kjo është e domosdoshme dhe gjithë problemet neve na vijnë pikërisht prej kësaj kategorie njerëz, që thotë jo se ka hadith. Është ndryshe kur ti thua kam pyetur hoxhën tim dhe hoxha më ka thonë që për këtë çështje ka hadith, sepse hoxha kur flet është kompetent dhe ka përgjegjësi për atë që flet. Ndërsa ti librat e hadithit janë me qindra libra. Ti ke lexuar vetëm Buhariun, po të tjerat pra dhe ajo është shkencë më vete që ka nevojë për dietarët e vet, profesorët e vet që ta interpretojë dhe t'i japin kuptimin. Patjetër duhet të kalosh në duart e një edukatori, nuk ndodh në historinë e Islamit. Do të thonë që njeriu të merret vetëm me librin apo të eci dhe të përparojë nëpërmjet librit. Unë nuk di deri më sot që po flasim bashkë, ndonjë njeri në shkencat e Islamit, ndonjë dietar të Islamit që të ketë bërë apo të ketë folur nga librat vetëm. Po, kanë arritur në një fazë, dikush e ka arritur fazën e shkëputjes nga dietarët shumë shpejt dhe dikush e ka arritur me vonesë. Pasi vetë është bërë dietar, vetë është bërë mësues. Absolutisht. Domethënë, ai ka kaluar në një edukim të caktuar dhe më pas ka marrë, le të themi, njohuritë e duhura dhe ka bërë shkëputjen. Dhe kjo nuk ka asnjë problem. Pra, mund ta gjesh një i cili futet inxhinierisë, për 1 vit, 2 vite ai hap një studio vet, sepse mund të jetë shumë adapt, mund ta kapi shumë mirë situatën. E njëjta gjë funksionon, domethënë. Por nuk ka ndodhur edhe një herë, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Islamit që dikush të jetë i ditur apo referencë për ummetin vetëm nëpërmjet librave. Nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk ka për të ndodhur. Sepse është e pamundur ti kur lexon një libër ke lexuar një mendim, po kjo nuk do të thotë që nuk ka mendime të tjera apo interpretime të tjera apo nuk ka libra të tjerë. Ndërkohë, a ka një ndarje të traditës së profetit mes asaj që është aparenciale dhe asaj që është bazike? Pra, a ka, po themi, përparësi në atë se çka ka orientuar dhe ka urdhëruar profeti apo është një e gjitha? Sepse në ndodh që po themi të dëgjojmë dikë që po themi në pamje të parë shpresojmë po themi njohuri të thellë fetare dhe fetari të madhe, po ndërkohë shohim veprime apo ligjërim shumë të dobët dhe ndërkohë dikush i cili ndoshta në aparencë nuk të jep po themi idenë nuk ka një çallë të madhe, po është njëri që ka kapur thelbin asaj se çka ka shpallur Zoti. Pra, a ka një ndarje të kësaj natyre? Kjo ndodh në çdo lloj pikërisht nga që ndodh në çdo lloj shkencë, çdo lloj fushë. Çdo lloj njeriu që vesh bluzën e bardhë të doktorit është adapt për të qenë doktor. Kështu që kjo gjë ndodh edhe tek ne, domethënë çdo njeri i cili paraqitet si shumë besimtar apo shumë i kapur me Sunetin, do thotë se të ketë informacionin e plot mbi Sunetin apo e kundërta. Ne do të synojmë thelbin dhe jo të bien pre ndoshta e thirrjeve emocionale apo po themi këtyre shfaqjeve aparenciale. Unë mendoj që, më thënë, nuk janë gjëra përjashtuese të njëra tjetrës. Njeriu mund të bashkojë mes të dyjave ose për shembull ka arrit në një fazë që ka arrit te kjo pjesë, por nuk ka arrit te kjo pjesa tjetër. Unë mendoj që kjo ka të bëjë shumë me edukatën e njeriu dhe kulturën e tij. Sepse njeriu, domethënë, nuk duhet të bëj propaganduesin, nuk duhet të bëj ligjëruesin, nuk duhet të bëj mësuesin nëse nuk është kompetent. Në momentin që për shkak të një aparencë të caktuar, ai mendon si është ligjëruar atij dhe i është përligjuar drejta dhe për të folur për fenë dhe për besimin, unë mendoj se këtu kemi një le të themi handicap shumë të madh të asaj se si ky njeri e percepton fenë dhe besimin. Dhe fatkeqësisht mund të ketë pra njerëz të tillë, cilët kur i sheh të mahnitin, ndërkohë që kur flasin të çudisin, siç tregohet me Imam Abu Hanifën,
thot një herë, sepse në kohën e Buhanifës apo në kohën e dietarëve të mëdhenj të hershëm, kanë qenë njerëz që dietarët kanë pas atë, le të themi, hijen e vet, po edhe një veshje që dalloheshin, domethënë. Edhe në mezhlisin e Buhanifës vjen njëri që ishte kur e shihje, ky do të ishte kolloz, prej kollozëve të dijes. Dhe Imam Ebu Hanifja ka pas dhimbje me këmbën dhe në mezhlis gjithmonë në dersin e tij e shtrinte këmbën. Pavarësisht se kjo nuk ishte e mirë në atë kohë, po gjithë e mirë kuptonin, sepse kur vjen ky zotnia në mezhlis, Imam Ebu Hanifja e mblodhi këmbën, se ta prezantoi një i ditur në aparencë kolloz, me atë veshin e tij, me qëndrimet e tij, Edhe me sa duket imami po tregonte atë ditë ose po trajtonte çështjet e kohëve të namazit. Edhe në tërë të tjera, domethënë shpjegon që koha e namazit sabahut është nga agimi deri në lindjet e diellit. Edhe fol e sqaroi çështjen e zauroi, nxënësit pyetën në një pyetje që mund të kishin rreth temës edhe mbaroi gjithçka domethënë. Ndërkohë zotnia merr fjalën dhe si më thon bën një shenjë për pyetje. Edhe Imam Ebu Hanifja me të drejtën u dje shumë siklet, sepse me nxënësit ishte mësuar pyetje normale që mund të bëheshin ishte ama ky kollozi i madh i dijes, ky do të na thyn mes kur I themi ne. I tha, e kuptova shumë mirë atë që tha ligjëratën, tha që koha tha është nga agimi, tha deri në lindje e diellit. Po nëse ndonjë ditë tha nuk lind dielli, tha, si do të kuptohet koha e sabahut? Tha Imam Ebu Hanifja, po tha, tani erdhi koha me shtri këmbën, edhe e shtriu këmbën. Domethënë nga domethënë pas kem vlerësuar gabim, domethënë deri tani, kështu që po. Ju kanë thënë dhe dietarët më dhënë kjo. Po ndonjëherë hoxhte në rapshin personal, pra ndonjëherë kemi më tepër merak tek detajet e namazit sesa tek thelbi I namazit. Për shembull, ndonjëherë merakosemi se mos ndoshta nuk qëndruam. Ne nuk duhet ta përgjithësojmë këtë gjë. Është e vërtetë që ka njerëz që merren. Jo, dhe në rapshin edhe vetë ndonjëherë e vërtetë. Ne duhet të shohim thelbin e gjërave, ne duhet të shohim synimin, objektivin e sheriatit, po kjo nuk përjashton. Pra mos kalojmë tani për shkak disa sjelljeve, disa njerëzve që ne themi jo se këto s'kanë rëndësi. Jo, këto kanë rëndësinë e duhur, po fatkeqësisht ka njerëz me ndjeletu, unë mendoj, apo me kulturë dhe edukat të kufizuar, të cilët mendojnë se këtu po e bëre ke arritur gjithçka, ndërkohë që në jetë me prindrit, në punë, korrektësia në jetë, ndërkohë që edhe këto janë sunet, madje sunet bazik edhe këto. Pikërisht, pra ka një ndarje, po themi, dhe ka një hierarki dhe një përparësi dhe në pasimin e jetës së profetit. Absolutisht, po, mirë po, domethënë mos të kalojmë në terma përjashtues. Më e mira do të ishte që njeriu të bëjë gjitha mirë, të kuptojë edhe thelbin, edhe qëllimin, edhe bazën, po edhe të zbatojë, si më thon sunetin e profetit alayhis salam, ndërkohë që ne gjejmë shumë të tjerë, pra nëse gjejmë të tillë, po gjejmë të shumë të tjerë, të cilët edhe në aparencë, edhe në sunet, po edhe në jetë, edhe në le të themi në biznes, po edhe në punë, edhe në shkencë, edhe në mjeksi, edhe domethënë janë njerëz shembullor dhe paraqitja aparenciale e sunetit absolutisht nuk u ka sjellë asnjë handicap në suksesin e tyre në jetë. Pra letimet tek e mesme. Janë të mundura dhe arrijen të dyja dhe plotësojnë njëra tjetrën. Absolutisht po. Hoxh Zoti ju shpërbleft. Amin, edhe ju Zoti ju shpërbleft. Dërra miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, folëm për modelin profetik, për sunetin e tij, traditën e tij, rëndësinë që ka si burimi fes, po dhe gjithashtu si kuptimi dhe aplikimi I saj. Zoti ju shpërbleft që na ndoj që të mirë takosh.